siç e pat në këtë mbledhje të fundit të bordit të ZRS për vitin 2025, ju aprovuan të hyrat e lira maksimale për NQ Termokos dhe NQ Gjakova, njëkohësisht edhe tarifat për këto dy të licencuar, siç u prezantu edhe nga departamenti, me propozimin e këtij viti të hyrat e lira maksimale për NQ Gjakovën edhe në NQ Termokosin do të rezultojnë ta zonë për NQ Termokos do të kemi zbritje të tarifa për rreth 4%, ndërsa për NQ Gjakova për 5%. Kjo duhet të theksojmë që është vetëm për konsumatorët me matje, meqense kemi konsideruar që ka pas kursim të kjo kategori e konsumatorëve dhe si rezultat i këtij kursimi është reflektuar edhe në tarifat e këtyre dy ndërmarrjeve për vitin 2025-2026. Pra edhe një bëjmë thirrje të gjithë konsumatorët se ZRE-ja në rast se kemi kursime në sektor, ato do të reflektohen gjithmonë në vitin pasues, meqense sipas edhe metodologjisë ne duhet të reflektojmë vetëm kostot e arsyeshme. Në këtë rast kemi pas kursim dhe ai kursim është kthy me zbritje tarifave rrjedhimisht edhe me benefit për gjithë konsumatorët që kanë kursyer në këtë rast konsumatorë që kanë qenë me matje, sidomos në NQ Termokos kemi një vedisim të konsumatorëve, cilët kanë filluar në masë të madhe të kursejnë energji, meqense ato edhe kanë, benefitin në vitin vijus. Shpresojmë që edhe këtë vit edhe bëjmë thirrje që konsumatorët e NQ Termokos dhe Gjakovës të mundohen të kursejnë energjinë elektrike në mënyrë që edhe vitin e ardhshëm, në sezonin e ardhshëm, në rast se ka mundësi të kemi kursime, atëherë edhe ato do të reflektohen edhe në tarifat e vitit vijus. Vetëm konsumatorët me matje, gjithë konsumatorët me matje do të kemi zbritje të tarifave, ndërsa konsumatorët me pa matje ose me sipërfaqe do të mbeten tarifat e njëjta siç kanë qenë në sezonin kaluar edhe këtë vit. Meqense, thash edhe një herë, po e ritheksoj, kursimi ka qenë vetëm të kjo kategori e konsumatorëve, rrjedhimisht edhe benefitet do të merren të kjo kategori e konsumatorëve në këtë sezon. Meqense besoj që në kishte pjesë e agjendës së bordit ZRE-s, mirë po meqense jo më pyetët, atëherë bëjmë thirrje që edhe te konsumatorët e energjisë elektrike të bëjnë kursime dhe ato kursime do të reflektohen në shqyrtimin e tarifave të ardhshme të energjisë elektrike. Pra, i bëjmë thirrje gjithë konsumatorëve, sidomos atyre të energjisë elektrike të cilët kanë mundësi të ngrohen me lëndë ndrysore, sidomos në shtëpi apo në zonat rurale, që të paktën për muajin dhjetor dhe muajin janar kenë konsiderat që kursejnë energji elektrike dhe mos të shfrytëzojnë energjinë elektrike për ngrohjen e sipërfaqeve ngrohëse, meqense në shumicën e rasteve, siç keni pa dhe ju, është e papërballueshme për sistemin tonë, meqense piku ka rritë mbi 1500 megawatt, ku prodhimi maksimal në termocentralet tona është rreth 900. Kjo diferencë do të importohet, rrjedhimisht ne jemi të detyruar përveç që të importojmë këtë diferencë, në njëjtën kohë edhe kemi probleme të mëdha sa i përket kapaciteteve transmetuese të kësaj energjie e gjithashtu edhe shpërndarëse, meqense në sezonin e dimrit një numër i madh i konsumatorëve e dyfishojnë konsumin e energjisë elektrike, e që është e papërballueshme për sistemin tonë, edhe është jo arsyeshme të dyfishojmë investimet, meqense kjo energji konsumohet vetëm në këto 2 muaj, ekonomikisht është e papërballueshme edhe për konsumatorët tonë. Pra, bëjmë thirrje edhe një herë që konsumatorët e energjisë elektrike, sidomos në fshatrat tona, ata që kanë mundësi të kursejnë energjinë, mos të shpërdoren energjinë elektrike për ngrohje, po të paktën për këta 2 muaj të ngrohen me lëndë ndrysore, në mënyrë që t'i mundsojmë edhe bashkëdhëtarëve tonë që të kalojnë këtë festë të fundvitit pa ndërprerje të energjisë elektrike, meqense është e papërballueshme. Ta zonë konsumi i pikut Kosovës ju është ofruar pikut maksimal me Shqipërinë, që është rreth 1.6, 1.5 e kemi na, ose 1.2 që është Maqedonia. Pra, edhe pse si popullsi Shqipëria është pothuajse 2 fish i Kosovës, ne ju kemi parafruar konsumit të energjisë elektrike në këto ditë,
kapacitetes ose pikut maksimal që e ka Shqipëria, që është pothuajse me numër banorëve dy fishi edhe me numër bizneseve është dy fishi i Kosovës. Pra, bëjmë thirrje që ata që kanë mundësi, sidomos konsumatorët që janë nëpër zonat rurale të kursin energjinë elektrike. Nga cilat shtete aktualisht është duke importuar më shumë të energji? Besoj që ato dhonat janë të publikune, mund të shihni edhe ato, janë edhe në doganën e Kosovës, kushdo që ka interes me i pa janë të publikune nga në doganat e Kosovës për në bazat ditore energjia se ku është importuar. Në rast se ka ndonjë pyetje sa përket mbledhjes sot më zborit zërejës, nëse s'ka dhe njëherë me qenë se është mbledhja e fundit vitit, ju falenderoj mediave që keni gjetë kohë me përcjell mbledhjet e bortit të zërejës, edhe për bashkëpunimin që keni treguar për këto 12 mbledhje që kemi pasur si bord i zërejës. Ju urojmë një vit të mbar, gjithashtu edhe gjithë konsumatorëve tonë, gjithë qytetarëve tonë, ju urojmë vitin e ri 2026, mbarësi në familjet e tyre dhe shpresojmë që edhe viti 2026 do të jetë më i suksesshëm se viti 2025.